Kur Enver Hoxha detyroi rreth 100 shqiptar të ndahen me gratë e tyre ruse. Paris Press ka botuar të dielën e 14 janarit 1962 në Ballin një shkrim në lidhje me vendimin mizor të regjimit diktatorial të Enver Hoxhës ndaj shqiptarëve të martuar aso kohe me shtetase ruse, të cilin Laurence Bebja nëpërmjet blogut Dars Mat Albania e ka sjellë për publikun shqiptar. Shqiptar të ndarë nga gratë e tyre ruse. Tiranë 13 janar. Rreth 100 oficerë dhe në punës civil shqiptar janë detyruar të ndahen nga gratë e tyre sepse ato janë me origjinë ruse. Qeveria e Enver Hoxhës dëboi 3 ditë më parë gratë ruse të martuara me shqiptarët në kohën kur ata ishin student në Moskë. Vetëm disa nga burrat e tyre guxuan të shkonin në aeroport për t'u dhënë lamtumirën e fundit grave të tyre.